Ju e pret një pamje të cila historike, për jeta e Vidovdanit është pas së pare po fillojmë me një scenarim që vetë betejë e Kosovës, miti për Kosovën, është një gjenjeshtër e lufte që ka shpik vetë Serbia, sepse realisht ka qenë Marko Krajlević, i cili është bërë aliat me perandorinë osmane dhe pastaj ka luftuar kundrej princave tjerë serb dhe ka qenë një betejë mes serbëve realisht me çështje. Dhe pastaj si çështje tjetër, kjo e përmend që ka filluar me vitin 1887 si Stara Serbia. Pastaj me 1889 ministri i jashtëm Čedomir Mijatović përpara dhe jepën si kësaj çështje në kuadër të Serbisë. Por gjithë kjo çështje ka filluar me vitin 1847 nga një poezi e Petar Petrović Njegoš, i cili e mitizon këtë betejë dhe pastaj këtë poezi e merr edhe Kisha Ortodokse serbe, e merr edhe politika serbe dhe e krijon mitin për Callazarin, mitin për Kosovën dhe pastaj e transformon gjithë historinë. Pra, përdorim i një miti është në shekujt e vëndshëm, jo në atë historinë 500-600 vjeçare që mundohet ta paraqet Serbia. Krejtësisht kjo është një etnofetarizëm i tyre, por një etnofetarizëm agresiv ndaj popullit të Ballkanit. E qartë. Kryeministri Kurti ka paralajmëruar për incidente dhe provokime të mundshme, për organizime masive të pelegrinëve nga vendet e rajonit që mund të hynë deri afër Prishtinës me flamuj të Serbisë dhe parulla nacionaliste. Në opinionin tuaj, a ka gjas për trazira edhe në dritën e zhvillimeve të reja? Vetëm ditën e Vidovdanit, ata çdo ditë tentojnë që të krijojnë trazira në Kosovë. Por në ditën e Vidovdanit sigurisht që është një interes më i madh që do shkaktohet një çështje e tillë. Po është shumë e saktë. Ata kanë tendencën që edhe në ditën e Vidovdanit që të krijojnë trazira të tilla. Madje këtë kanë përdorur në rrjetet sociale që të nxisin serbët në Kosovë dhe serbët në rajon që ta përkrahin një iniciativë të tillë. Që nga dita kur ka filluar luftra Izrael-Iran, kjo është duke u ngritur jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale për të nxitur serbët për të vazhduar një betejë të tillë. Ata janë në koordinim të plot me strukturat e Serbisë të sigurisë që të krijojnë një destabilizim të madh në Kosovë, sidomos në veri të Kosovës, por edhe në rajonet e tjera në mënyrë që ta sjellin çështjen që serbët duhet të krijojnë një autonomi apo shkëputje nga Kosova, sidomos për veriun e Kosovës. Dhe sigurisht që ata do ta shfrytëzojnë Vidovdanin sepse çështja e Vidovdanit, festa e tyre është një konstrukt i sigurisë për elitat në pushtet që janë në Serbi. Ata patjetër që do ta shfrytëzojnë edhe më shumë për shkak se në të njëjtën kohë parashihet që të ketë protesta edhe në Serbi, madje edhe mosbindje civile.